Atëherë mes të klan Kosovës është koha që të rikthehemi në bllokun e radhës se do të diskutojmë për gjeopolitik. Shefi i NATO-s Mark Rutte ka realizuar një vizitë sekrete në Odesa të Ukrainës. Në një moment kur flitej për marrëveshje, Rutte i premtoi Ukrainës një ndihmë prej 20 miliard eurosh në muajt e parë të vitit. A është kjo një paralajmërim se marrëveshjet janë afër dështimit dhe lufta vazhdon? Këtë do ta kuptojmë në këtë blok ku të ftuar në studio kam mikun e emisionit zotri Lutfi Bilalin. Zotri Bilali është në atë jemi së bashku. Çdo herë nga unë ime. Gjithashtu pjesë të njëjtit diskutim do të jetë edhe Arbër Gashi, të cilin e kemi në lidhje direkte. Gjithashtu do të mundohemi të prekim pak edhe çështjen turko-izraelite e cila po zhvillohet në tokat siriane. Përshëndetje Arbër, është në atë ju kemi. Përshëndetje Krom, përshëndetje për mysafirët e klan Kosovës. Për të jepur edhe pak më shumë kontekst në lidhje me demografinë e Sirisë, ku pritet të ndodhë një përballje e madhe, do ta kemi në lidhje direkte edhe zotri Ermal Begën, orientalist, por fillimisht mbetet Ukraina tema kryesore, vatra më e nxehtë dhe pikërisht aty do të ndalemi. Zotri Bilali, çfarë thot për juve vizita e fundit e Mark Rutte e mbi të gjitha premtimi i 20 miliard eurove shtesë për forcat ukrainase? A jemi në prag të dështimit të gjitha marrëveshjeve të proklamuara paraprakisht? Jo, një marrëveshje ekziston, amerikano-rus dhe Sven Witkov ka treguar... Pa ukrainasit në tavolinë? Pa ukrainasit, edhe pa evropianët. Dhe tash, mund të thom drejtën... Dhe tash kemi një binom Ukraina se evropian të cilët kanë plane tjera, si s'duket. Evropian thonë drejtën edhe Rutte ka thonë dëshiroj të me vende the, por gjatë 2025 diku 22 miliard dollar kanë investuar vendet anëtare të NATO-s në kuadrët e Unionit Evropian, ato vende që janë anëtare të NATO-s. Dhe do thotë kjo ndihmë nuk dalet. Evropianët kanë për qëllim që rezistencën ukrainase ta financojnë. Po çfarë kanë për qëllim të arrijnë me rezistencën ukrainase? Deri kur mund ta financojnë një rezistencë? Do t'i sa diku, Odesa është, mund të them drejtën, edhe shqiptarët kanë luajtur një rol për Odesën historikisht. Në librin tim e kam përshkruar shumë mirë çfarë roli kanë luajtur shqiptarët. Dhe mund të them që kjo është një kohë më e lartë gjatë luftave ruso-osmane, mirë po Odesa lidh gjeostrategjikisht. Jo vetëm që është porti vetëm, sot që kontrollohet nga ukrainasit fatkeqësisht, mirë po lidhe Transnistrin, që do thotë atë pjesën formën e Gjarprit, të zizaktet e Gjarprit që është pjesë e Moldavis, mirë po shkput, ato janë trupat ruse, tash të quajtur paqësor, trupa paqëruse, dhe do thotë marrja Odesës eventualisht me eskalimin e situatës. Doktrina Gerazimov e 2014-s të Rusë qëndron. E para, janë aksion që do thotë lufta hibride, sabotazhet dhe gjitha forma tjera në brenda Evropës. Djen në München ka pas arrestime të disa agentëve rus. Po, në München ka pas arrestime të agentëve rus. Të gjermano-rusëve, ose der që i kanë thonë ma herët nga vitet 90 në Bashkimi i Gjermanisë, kanë ardhur do thotë tash të quajtur gjerman, dhe kanë zërë do thotë një grup të tyre 3-4 veta dhe bendeja gjermane do thotë i ka vëzhguar një kohë të gjatë. Të kthehem te Rutte është shumë e rëndësishme. Rutte do thotë përveç vizitës që ka bënë në spitalin ku janë të dukushëror të plegosit të Ukrainas, me Zelensin ka dhënë edhe një konferencë për shtyp. Vizita ka qenë kështu e papritër, sepse Odesa goditet edhe me raketa herë balistike, mirë po sidomos me dronë. Dhe goditet që nga viti 2014. Jo, brenda, jo, nga 2022, jo, nga 2014. 2022 ka qenë një luftë e brendshme, aksionet e cilat forcat ukrainase nuk kanë lënë forcat separatiste proruse ta morrin Odesën. Do thotë ajo ka qenë sot vija frontit në Ukrainë zhvillohet Donbas. Donbas është Konstantinopolska, do thotë nga Limani, pjesa e Slavanskit, dhe deri te Potkovski është pjesa të cilat luftohet për ta glabruar komplet Donbasin. Por pa u ndalur në atë si çfarë po ndodh në terren. Ajo që më intereson të di zotri Bilali është sepse kemi një kontradikt këtu. Zotri Arbër, jemi ne mund të japësh komentin tuaj, por më intereson të di këtë kontradikt, sepse në njërin anë proklamohet se një paqe shumë afër nga amerikanët dhe rusët dhe ukrainasët, ndërsa në anën tjetër e kemi një premtim dhe një realizim të ndihmës për 22 miliard eurosh brenda këtij viti. Në logjikën time, kjo do të thotë se lufta do të vazhdojë. Zoti Sadiko, më fal, i nderune të bëj një përshkrim të ndarjes ato që këtë kolleg edhe Sven Witkov në takimin e Sankt Petersburg me Putinin ka qenë një informacion që unë edhe kum publikuat si do duket e ardhmja e Ukrainës.
gjason që pjesa perëndimore, ose pjesa që shtrihet, mund të them, në atë elementin edhe kulturor dhe religios, greko-katolik, pjesa do të livit dhe pjesa perëndimore, do të kontrollohet nga trupat angleze dhe franceze dhe ukrainase. Nuk hyn trupat angleze dhe franceze të vija frontit, të ndarja vjes frontit. Pjesa lindore, veri lindore, vetëm trupat ukrainase, që do të të mësumin pjesa e arkivit. Prapë do t'i kemi përballë. Dhe pjesa që është pushtuar, me qenë se deklarata djeshme ka qenë jashtëzakonisht shokuse e Vitkofit, që bisedimet janë konstruktive, mirë po bisedohet për 5 territore. 4 i dim, Krimin e dim, po territori 5 kush është. Këtu është pyetje, a do tjetë Harkivi apo Odesa. Besoj që Rute ka deklaruar qartë, i ka thënë selam. Që Odesën do ta mbajmë. Odesën do ta mbajmë. Legionarët francezë kanë interesa, si Franca, me legionarët e vet, mirë po, e din mirë, Rute e din mirë. Për ta shpjeguar krejt këtë pse Odesa është e rëndësishme, shikues të Klan Kosovës, Odesa është e rëndësishme sepse Rusia nuk ka ndonjë port i cili rrini shkrir për të gjithë vitin. Andaj krejt qëllimi i saj është marrja ndonjë porti në Ballkan, prej nga ku do të mund ta kontrollonte Mesdheun, e gjithashtu në Odesa. Delta Danubit rrjedhet para afaratu. Ndërsa Odesa do të ishte, megjithatë do të ishte një plus i madh, por kalimi i tyre në Mesdhe ende do të varet nga flota turke e cila e kontrollon Dardanelën. Po, zotri Gashi, kjo ishte një prej çështjeve, por dua të, para se të kaloj tek zotri Gashi dhe zotri Bega, edhe Siria, tema tjetër, dua ta bëj edhe një pyetje të thjeshtë. Mendoni se përfundon konflikti i Ukrainës rus brenda këtij viti? Nuk besoj se do të... Jo, zotri Gashi, do të kthejmë te kjo. Gjosat janë të vogla, besoj që deri nga shtatori nuk do të kemë një finalizim. Besoj, është mendim, nuk do thotë që edhe në qershor nuk do ndodhë kjo, por mendoj procesi i për arritjen e një marrëveshje paqësore ekskluziv varet nga fronjshafti ruso-amerikan. E qartë. Tani më në lidhje direkte kemi edhe mysafirin ton tjetër, zotri Ermal Bega, orientalistin, i cili do të na jap mjaft detaje interesante në lidhje me temën që sapo do ta fillojmë tani me zotri Gashin. Zotri Gashi, një përballje Izraelit turke në sfond shihet, por ajo mund të ndodhë në tokat siriane. Duke i parë dinamikat e fundit, sa shihni të mundshëm një konflikt të tillë? Një konflikt i tillë, siç po flitet, jo vetëm planetë ju, po gjithkund në Evropë, është i mundshëm se nëse marrim parasysh vitin e kaluar, Izraeli dhe Turqia na dalin si dy forcat kryesore rajonale aty në Lindjen e Afrikës. Janë përfituesit më të mëdhenj zhvillimeve, qoftë në luftën e Izraelit që ka zhvilluar kundër Hamasit apo kundër Hezbollahut, edhe sidomos me intervenimin e Turqisë në Siri, ku anëniku i përbashkët Asadi tani më nuk është më të lufta mes Turqisë dhe Izraelit frontale, po them kështu direkte me njëra tjetrën, është pothuajse pamundshme, ashtu siç e përshkruajti Erdogan brenda territoreve të Turqisë, sepse ai e tha me një prononcim të tij se Izraeli synon Antalin, synon trojet turke, gjë që nuk është pak e besueshme dhe në perëndim për arsye se aty ka tjera rregulla, Turqia është në NATO, është aneksi 5 i marrëveshjes NATO-s, që do të vinte në shprehje, ndërsa brenda territorit sirian. Zotri Gashi, do të ndalesha dhe do të flisja pikërisht vetëm për mundësitë të cilat mund të ndodhin brenda tokave siriane, aty ku aktualisht gjenden të dy ushtrit. E kemi në rrafshlartën e Goliatit që janë forcat izraelite, ndërsa i kemi pjesë tjera ku edhe shpërndarja e popullsisë është më e madhe në atë pjesë të Sirisë, ku mbizotrojnë forcat turke, dhe mendoni se këto dy forcat do ta kenë një moment përballje brenda këtyre tokave ku po flasim? Ajo përballje veç sa ka fillu, për arsye se, siç e dim, Izraeli ka bërë çmos që i tërë aviacioni i Sirisë të zhduket, pothuajse, me njëherë pas rrëmjes së Asadit. Turqia ka shfrytzuar momentumin cilin e ka kriju vetvetiu mendimin edhe të amerikanëve, kështu që ka një fuqi të jashtëzakonshme tani politike brenda Sirisë dhe është vendimtare në paqen atje. Megjithatë, duat ndalen pak të akuzat e Erdoganit ndaj Netanyahu, sepse ata dy me njëri tjetrin nuk bashkohen lehtë, sepse shohin që të dy ka një stil autoritar të veprimit,
dhe për fatin e keq, po du me thonë për fatin e keq edhe të rajonit, po edhe të problemeve me cilat përballet ai rajon, më duken se janë të papërshtatshëm për të arritur deri te një marrëveshje kompromisi. E qartë, të ndalemi këtu, nuk ka marrëveshje kompromisi, zotri Bega, dua të pyes, sepse ju e dini demografinë dhe normal pjesën kulturore të asaj pjesë të botës. Na intereson të dim se në shtrirjen e autoritetit të vet, influencës së vet, cilat janë përparësitë dhe dallimet në mes të Turqisë dhe Izraelit, duke e ditur edhe demografinë, qasjen fetare që e kemi në atë zonë, edhe qasjen kulturore normale, çështjet kulturore. Do të thënë diçka, përshëndetje fillimisht, do të thënë diçka se Siria është një shtet i cili bëhet nga, mund të themi, nga mbi 10 komunitete fetare, por gjithashtu edhe grupe etnike, siç janë kryesisht arabët, po janë kurdët, janë alevitët nga ana fetare, janë shqiptarët që përbën një komunitet shumë madh të tjera. Do të thotë këto përzierje komunitetesh fetare dhe etnike e bën të veçanta të shtet për të Por ku japim përparësi këto goditje, këto përzierje? Në këtë rast, turqve apo izraelitëve? Turqia gjithmonë që nga shteti Osman do të thotë se nuk ka pasur asnjë ndarje në këtë aspekt. Do thotë duhet qenë se ka pasur sistemi e mileteve të popujve të ndryshëm, ata nuk i kanë ndarë për shembull në grupe të veçanta siç ndahen sot. Por kjo ka vazhduar që nga krijimi i shtetit Izraelit në atë rajon, kur dihet se deri në kohën e shtetit Osman, problemet në lindjen mesme nisën dhe deklarata e Balfurit e tregojnë qartë këtë. Dhe kohë pas kohe izraelitët kanë dashur të krijojnë alianca me grupe etnike dhe fetare të ndryshme në atë rajon të botës, qoftë në Palestinë, qoftë në Liban, qoftë në Siri për momentin, ku ata po mundohen të lidhin një aliancë me grupin etnik të kurdëve, që edhe pse janë musliman suni, ata nga ana etnike konsiderohen si më të afërt me ushtrinë izraelite dhe me qeverinë izraelite. Prandaj, Turqia po ndikon në aspektin e qetësisë dhe pa ndërhyrje të drejt për drejt ndaj shtetit izraelit. Do thotë ka krijuar alianca me popullin e Sirisë, pa bërë ndarje fetare dhe etnike, siç ka pasur dikur, dhe nuk kërkon që të bëj marrëveshje vetëm me një grup saktuar fetar ose etnik në Siri. Faleminderit shumë zotri Bega, sepse jo rastësisht desha ta marr këtë konkluzion nga ju për të dalë me njerë me pyetjen e radhës tek zotri Lutfi Bilali. Zotri Bilali, a i bie kjo që Turqia rusë, në fakt fuqia e ushtrisë turke, mund të ndikoj përmes popullit të realizoj aspiratat e saj, pra përmes rebelimeve të ndryshme brenda Sirisë? Me lejo të flasë vetëm në aspektin militar. Po jemi krejt në fund pasoj përgjithë. Vetëm në aspektin jo diplomatik, politik dhe geopolitik. Tham drejten, Sipri, ose sistemi kontërajror turk, Hisar, A plus 2-0, që do të vendoset në Palmara dhe në T4-shin, do t'jetë jashtëzakonisht i rrezikshëm për interesat izraelite. A do të lejoj Izraeli ta vendosë atë sistem? Shef, në Baku është të Azerbajxhanit para 5 ditë është mbajti takimi ushtarakëve izraelit dhe turq. Jemi krejt në fund. Dhe me siguri janë marrë vesh. Problemi që ndron, forca turke dhe sistemi krytojnë edhe S-400-shi, mund të instalohen në Siri. Mirë po do t'jeti marrëveshje. Trumpi nuk e ka thënë rasisht. Kur keni probleme, unë mund ndërhyj dhe mund t'i pajton Izraelit dhe me turq. Fundja të dy, ata janë alatët kryesorë të Amerikës në atë pjesë të botës. Zotri Bilali, kërkojmë shumë djesë, faleminderit për këtë blog të ngutshëm që e patëm. Faleminderit shumë. Zotri Bega, na thatë pak, por folët shumë, kontribuat shumë për emision tonë. Faleminderit shumë për gjitha informacionet që dhatë. Faleminderit shumë. Zotri Gashi gjithashtu, me një kërkim falje, shpresoj që në të ardhmen do të kemi më shumë kohë që të shtjellojmë edhe më hollësisht gjërat për cilat jemi ftuar të bisedojmë. Ka dhe një zgjidhje për Erdoganin dhe... Jemi krejt në fund, zotri Gashi, të lutem. Kreva, nëse nuk mund t'i bashkoj Amerika, atëri ftojnë le të vinë Llapushnik, le të pakzohen. Në rregull, ide e mirë kjo, faleminderit shumë zotri Gashi, gjithsesi ne distancohemi nga kjo ide e zotrit Gashi. Është ky momenti që të shkëputemi me pak marketing dhe rikthehemi e flasim për një temë krejt tjetër. Big Brother po i vije fundi, por cilat janë dinamika që e karakterizuan këto ditë. E kuptoni